Unë do të mbaj në fakt fjalën time lidhur me ato çka kanë përbërë prioritetet e Ministrisë Punëve të Brendshme gjatë kësaj periudhe dhe sigurisht që mbrojtja e interesit publik dhe goditja pas një kompromis e çdo fenomeni të palishmërisë dhe çdo fenomeni që e cënon interesin publik është dhe mbetet themeli i punës tonë të përbashkët. Dua ta nis pikërisht me mbrojtjen e territorit, si shembulli më domethënës i këtij angazhimi ku autoriteti i ligjit duhet të jetë i padiskutueshëm. E kemi filluar me operacionin e lishmërisë në territor, i cili tashmë ka një karakter të përhershëm. Me rishikimin e kornizës ligjore në muajin tetor të vitit që shkoi dhe me mundësinë e konfiskimit të shtesave pa leje për përdorim social, jemi duke dërguar në fakt një mesazh të qartë që është abuzimi me territorin nuk do të mund të shpërblehet më. Kemi evidentuar deri më tani 252 subjekte që kanë shkelur lejen e ndërtimit, janë prishur 447 ndërtime apo shtesa pa leje dhe janë vendosur masa administrative gjob me vlerën rreth 12 milion euro. Por mbrojtja e territorit në fakt nuk është vetëm prishje e ndërtimeve pa leje. Është mbi të gjitha mbikëqyrje, monitorim në kohë reale dhe pa diskutim është edhe cilësia e ndërtimit, respektimi i hapësirave të përbashkëta, mosdevijim nga projekti, mbrojtja e interesit të qytetarëve dhe mbi të gjitha e investimit të tyre. Në këtë kuadër kemi punuar për një paket masash ligjore që do ta transformojnë cilësisht punën e Ministrisë së Punëve të Brendshme me komunitetin në të gjithë vendin dhe me mënyrën se si Ministria e Punëve të Brendshme qaset në territor. Së pari kemi ndryshimin ligjor sa i përket harmonizimit të punës së Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes Territorit, së bashku me Inspektoriatet e Mbrojtjes Territorit në nivel vendor, duke krijuar kështu një strukturë të unifikuar, kontrolli dhe mbikëqyrje, me standarde të njësuara në gjithë territorin dhe duke u përpjekur gjithnjë më shumë të vendosim bazat që operacioni i kthimit të lishmërisë në territor të bëhet një herë e përgjithmonë. Jemi duke fuqizuar gjithashtu në këtë kuptim edhe rolin e prefektit, si një institucion kyç dhe i domosdoshëm kur vjen puna te koordinimi i institucioneve në nivel vendor. Përmes ndryshimeve në ligjin e prefektit, jemi duke sjellë në fakt një kompetencë të shtuar sa i përket rolit që duhet të ketë prefekti, institucioni i prefektit, sidomos në mbikëqyrjen e territorit. Situatat e përmbytjeve të muajit janar apo edhe vera që shkuam na tregoi sa rol kyç në fakt ka prefekti kur vjen puna tek emergjencat civile, tek evakuimet edhe mbi të gjitha edhe te vlerësimet e dëmeve. Zgjerimi i kompetencave si dhe shtimi i 2 prefektëve detar, jemi të sigurt që do të bëjë që prefekti të japi kontribut dhe rol real për rritjen e sigurisë, qetësinë, rendin dhe pa diskutim dhe lishmërinë në territor. Megjithatë, nuk mund të pretendohet që siguria maksimale mund të realizohet pa patur dhe përfshirjen e qytetarëve në këtë proces dhe sigurisht që një rol domethënës në këtë pikë ka edhe një institucion kyç që është Policia Bashkiake. Prandaj pjesë e paketës së ndryshimeve ligjore është edhe ligji për Policinë Bashkiake, si dhe transformimi i Policisë Bashkiake në një strukturë profesionale që do të rrisë standardet, sigurinë në komunitet dhe funksionon si krah i sigurt mbështetës për Policinë e Shtetit. Policia Bashkiake do të vijojë të mbetet pjesë organike e bashkive, por tashmë do të ketë një bërtham qendrore që do të garantojë rekrutimin transparent, trajnimin e vazhdueshëm, vlerësimin, performancën dhe patjetër dhe standardet të njëjta në të gjithë vendin. Të treja këto akte ligjore kanë kaluar në procesin e konsultimit publik, ne do të kryejmë edhe një mbledhje të fundit në Këshillin Konsultativ dhe shumë shpejt do të vinë dhe do të ndjekin rrugën e nevojshme për miratim në kuvend. Nuk mund të lë këtu pa përmendur në fakt edhe një arritje shumë të rëndësishme që ishte ajo e projektit Smart City apo qyteteve inteligjente.
Janë 5.000 kamera inteligjente që do të instalohen në rrugët kryesore, janë mbi 20 shkolla të cilat do të monitorohen, të gjitha këto për të rritur dhe për të garantuar akoma më shumë standardin dhe sigurinë e komuniteteve tona. Do të vazhdoja pak edhe tek cikli i reformave të lishmërisë, i cili nuk mund të jetë i plot nëse nuk nisemi dhe nuk godasim zemrën e palishmërisë që janë parat dhe asetet e krimit. Një vit më parë nga puna e përbashkët e policisë shtetit dhe institucioneve ligjzbatuese, kemi sekuestruar dhe konfiskuar një vlerë e cila më përpara ishte e paimagjinueshme. Janë 65 milion euro asete dhe pasuri të sekuestruara dhe konfiskuara, të cilat nga njëra anë është mirë që kemi realizuar një përmbledhje dhe një grumbullim të tillë fale dhe kapaciteteve tona reale dhe virtuale, por nga ana tjetër është e rëndësishme të theksojmë këtu sa e domosdoshme është bashkëpunimi ndërinstitucional. Dhe sigurisht që një gjë që duhet ta vlerësojmë këtu është fakti puna dhe përpjekja që jemi duke kryer kur vjen puna tek transformimi i tyre në një mbështetje konkrete për komunitetet në nevojë. Kemi ngritur një mekanizëm në fakt që na jep një kornizë të qartë ligjore dhe që i mobilizon të gjithë këto asete në funksion të komuniteteve vulnerabël. Dhe konkretisht në 2025 kemi sekuestruar gjithsej 726 pasuri, prej tyre konfiskuar 64 të cilat kanë kontribuar në mbështetjen e 15 projekteve me karakter social dhe me një impakt të drejt për drejt në komunitetet vulnerabël. Gjithashtu janë vendosur edhe në përdorim të institucioneve publike, rreth 20 institucione publike kanë përfituar nga këto asete me qëllim përmirësimin dhe organizimin e mëtejshëm të punës tyre. Do dua të theksoj këtu edhe diçka tjetër, jemi duke punuar në fakt për bazën ligjore për të transferuar pronat e konfiskuara dhe sekuestruara edhe në dobi të gjithë atyre familjeve që kanë humbur familjarët e tyre punonjës efektiv të rënë në krye të detyrës, duke i garantuar kështu një mbështetje të mëtejshme dhe atyre. Sepse besojmë fort që drejtësia nuk është vetëm dëshkim për kriminalët, por dhe solidaritet për ata që sakrifikojnë për mbrojtjen e ligjit dhe jetën e qytetarëve. Gjithashtu nga ana tjetër, nuk mund të lëhet pa përmendur këtu edhe regjistrin kombëtar të adresave, që patjetër bijem gjithë dakord është një domosdoshmëri jetike dhe praktike. Kemi nisur një proces të plotë të rishikimit dhe përmirësimit të sistemit, duke koordinuar ngushtësisht me bashkitë e vendit, si dhe me aktorët kryesorë në përditësimin e adresave në terren. Janë identifikuar disa problematika që në fakt lidhen me kufit hartografik dhe me standardizimin e sinjalistikës në nivel vendor. Është një proces me disa hapa teknik, institucional dhe ligjor, i cili është duke u ndjekur në përditshmëri. Jam besim plot që në fakt që në një kohë shumë të shpejtë do të jemi në gjendje ta vendosim në funksionim regjistrin unik të adresave, duke i dhënë territorit qartësinë dhe modernizimin që kërkon kjo dekadë. Dhe në fund dua ta mbyll vetëm me një lajm të mirë, kemi mundësuar që të bëjmë një rritje të mëtejshme pagar sa i përket punojësve të policisë shtetit, janë 720 efektiv të policisë shtetit, ata që quhen trupat operacionale apo trupat elit, të cilët do të marrin një rritje të mëtejshme të pagës tyre. Bëhet fjalë për forcat Renea, për forcat operacionale dhe për forcën kombëtare të sigurisë, të cilët gjithashtu përveç rritjes pagave që ishte në fillim të vitit, do të marrin një mbështetje të mëtejshme duke çuar pagën nga 1.600 euro për gradën inspektor në 2.300 euro për gradën kryekomisar apo drejtues. Gjithë kjo në fakt është përpjekje e vazhdueshme e cila duhet vinë bashkëpunim me gjithë institucionet, Ministria e Punëve të Brendshme edhe nga emërtesa e saj do duhet që të koordinojë me shumë institucione si në nivel qendror dhe vendor, kështu që faleminderit gjithëve dhe uroj punë të mbarë.